Trajneri Silvinho ka publikuar listën e lojtarëve të grumbulluar për 2 sfidat e radhës kualifikuese të Kupës së Botës 2026 ndaj Andorrës dhe Anglisë. Strategu kuqezi ka përzgjedhur 25 futbollistë, ku bie në sy rikthimi i Indrit Tucit, i cili aktivizohet me Kayserisporin në Superligën e Turqisë. Një emër që ka qenë gjithmonë në grumbullim, pavarësisht akvizimeve pikatore, e që mungon për këto 2 ndeshje është ai i mbrojtësit Enea Mihaj. Kujtojmë që grumbullimi i kombëtarës do të nisë të hënën me 10 nëntor në Barcelonë, ku kuqezit do të përgatiten për ndeshjen e radhës ndaj Andorrës. Sfida e fundit e kuqezive në këto kualifikuese do të jetë me 16 nëntor në stadiumin Eril Benja kundër Anglisë. Sa i përket listës së plotë, në portë është Strakosha, Mario Dasinani dhe Simon Simoni. Në mbrojtje, Hysaj, Balliu, Mario Mitaj, Aliji, Ismaili, Gjimshiti, Ajeti dhe Klisman Cake. Në mesfush, Ramadani, Shehu, Aslani, Medon Berisha, Kazim Laçi, Pajaziti, Bajrami, Hoxha dhe Yasir Esani. Në sulm Armando Broja, Uzuni, Manaj, Daku dhe Indrit Tuci.